Hava, plaka me duar të pandjeshme që ishte kujdesur për tokën shqiptare gjithë jetën e saj, dhe Arushi, Ariu i murm me një shikim që dukej se mbarte mençurinë e maleve, u takuan një mëngjes gri në buzë të pyllit të Shkodrës. Ajo, me flokë të bardhë si mjegulla e malit, jetonte në një kasole të izoluar disa kilometra larg fshatit. Ai, një gjigant me lesh të trash dhe një shenjë të vjetër në putrën e majt, po kërkonte ushqim. Vetmia rëndonte mbi supet e përkulura të Havës, por sytë e saj, një blu e zbehur si deti Adriatik në ditët me re, ende shkëlqenin me mirësi të pafundme. Arushi, i egër nga natyra, ndjeu atë energji, atë qetësi që buronte nga plaka. Herën e parë, ishte një frikë. Hava po ujte bimët e saj aromatike kur u shfaq Arushi, imponues. Në vend që të ikte, ajo qëndroi. E paralizuar, por jo nga frika, por nga një kuriozitet i butë që pak do të guxonin ta kishin. Ariu gromëriu butë, një tingull që nuk ishte një kërcënim, por më tepër një njohje. Pa menduar, ajo i zgjati dorën plot me mjedra të egra që kishte mbledhur. Arushi hezitoi, duke nuhatur ajrin e pastër të malit. Me një gjest të ngadalt, pothuajse ceremonial, ai mblodhi një mjedër me dhëmbët e tij të fortë, pa i prekur gishtat. Një pak i heshtur u bë atje, në nënvështrimin vëzhgues të pemëve. Një shpëtim, jo i një trupi të plagosur, por i një shpirti të lodhur që gjeti kuptim të ri në një kafshë të egër. Kasolja, dikur një strej e vetmuar, fitoi një vizitor të ri. Era e pishës dhe e tokës së lagësht përqafoi banesën e vogël prej druri. Brenda, nxehtësia e sobës me dru sillte ngushëllim në dimrat e ashpër. Jashtë, pafundësia e gjelbër e pyllit që shtrihej deri në male. Hava, e mësuar me heshtjen që vetëm fshatrat e izoluara e njohin, tani priste vizitën e përditshme të Arushit. Ariu, nga ana tjetër, dukej se kishte gjetur një strehë të sigurt, një vend ku njerëzimi nuk përbënte kërcënim. Ai vinte gjithmonë në të njëjtën kohë, një hije imponuese në livall. Plaka rinte ulur në verandë dhe ai, nga një distancë respektuese, vëzhgonte çdo lëvizje të saj. Nuk kishte frikë, vetëm një qetësi të përbashkët, një mirëkuptim të ndërsjellë që ka përcente barrierat e specieve. Hava i fliste, i tregonte për kohën e saj, për kujtimet e rinisë, për folklorin shqiptar që kishte mësuar nga nëna e saj. Dhe Arushi dëgjonte, me sytë e tij ekspresiv dhe kokën pak të anuar, sikur të kuptonte çdo fjalë të dialektit vendas. Hava kishte një të qeshur të ngjirur, të cilën e përdorte rrallë që kur ajo kishte qenë vetëm. Arushi, nga ana tjetër, kishte një mënyrë të veçantë për të tundur kokën kur diçka e kënaqte, pothuajse një përkulje miratimi. Sinjale të vogla që vetëm ata i kuptonin. Pylli, dikur një vend pune dhe jetese për Havën, u bë një strehë private miqësie. Jeta e saj, më parë plot humbje dhe dhimbje vetmie, fitoi kuptim të ri, një arsye për të buzëqeshur. Prania e asaj kafshë gjigante ishte provë e gjallë se lidhja e vërtet mund të lindte aty ku më pak e priste. Me çdo ditë që kalonte, lidhja midis Havës së moshuar dhe Ariut Arush u bë më e fortë, më e pashpjegueshme për ata që e shihnin nga jashtë. Një lidhje që natyra e egër dhe shpirti njerëzor e ndërtuan së bashku, mes maleve të gjelbra të Shkodrës, një vend ku ndodhi magjia e miqësisë. Muajt u shndërruan në stinë dhe dielli i malit shikonte lidhjen midis Havës dhe Arushit të forcoi. Kasolja e vogël prej druri, dikur e mbushur me heshtjen e rëndë të vetmisë, tani dukej se vibronte nga prania e këtij miku të papritur. Çdo lindje dielli sillte pritjen e vizitës. Arushi, me shenjën në putrën e tij dhe shikimin e tij të mençur, ishte bërë po aq pjesë e rutinës së Havës sa ajri që merrte frym. Plaka, me duart e saj të shkathta, gjithmonë përgatiste një tas me fruta të egra dhe mjaltë të egër, të preferuarin e Ariut. Arushi mbërriti në kohë, silueta e tij imponuese dilte midis pemëve. Ai nuk hyri në shtëpi, nga respekti, apo ndoshta nga instinkti i egër. Por ai do të qëndronte atje, afër verandës, duke e parë Havën me një vëmendje që asnjë njeri nuk ja kishte kushtuar ndonjëherë. Ajo do t'i lexonte, do t'i lexonte me zë të ulët, fragmente nga libra të vjetër ose poezi që i kujtonte nga rinia e saj. Ajo do të tregonte histori nga fëmijëria e saj në fshatrat shqiptare, nga vallet dhe festat. Arushi dukej sikur dëgjonte, duke tundur kokën lehtë, ndonjëherë duke lëshuar një ulërim të ulët, sikur të ishte dakord. Ai Ari u bë kujdestari i saj. Njëherë, një ujk i vetmuar endej nëpër kasole. Arushi, pa asnjë ulërim, thjesht u pozicionua midis derës dhe pyllit, sytë e tij të fiksuar te grabitçari, i cili e ndjeu mesazhin dhe u largua. Hava ndjeu një siguri që nuk e kishte përjetuar prej vitesh.
Kapërcimi i frikës së saj fillestare nga të paturit e një ariu afër ishte një nga fitoret e saj më të mëdha. Ajo mësoi të lexonte sinjalet e Arushit, të kuptonte murmuritjet e tij, të njihte dashurinë në prekjen e tij të butë kur ai fërkonte hundën në këmbën e saj, një gjest i rrallë, por me një butësi të jashtëzakonshme. Tingujt e pyllit ishin kolona zanore e misisë së tyre. Kënga e zogjve në mëngjes, fshfërima e gjetheve në erë, aroma e tokës së lagësht pas shiu. E gjithë kjo ishte e përbashkët. Arushi ndonjëherë i sillte Havës dhurata të vogla, një boçe pishe perfekte, një deg me gjethe shumë ngjyrëshe, një frut që ai e gjente veçanërisht të shijshëm. Këto ishin gjeste të thjeshta, por thoshin më shumë se 1000 fjalë. Megjithatë, koha, ai hajdut i heshtur, filloi të linte gjurmën e saj tek Hava. Lodhja erdhi më shpejt, duart e saj, të cilat dikur ishin të qëndrueshme, dridheshin pak ndërsa mbante filxhanin e çajit. Fryma e saj, e cila ishte dukur e pashtershme për të ngjitur në shpate, tani e linte më shpejt. Dhe Arushi, me ndjeshmërinë e tij shtazore, e vuri re. Sytë e tij dukeshin më të vëmendshëm, mënyra e tij e afrimit më e kujdesshme. Ai do të qëndronte më gjatë pranë kasolles, sikur të donte ta mbronte atë nga diçka që ai, me mençurinë e tij instinktive, e dinte se po i afrohej. Një përshpëritje në erë, një ogur se jeta e Havës, ashtu si stinët, po fillonte të ndryshonte. Pylli i Shkodrës, i cili më parë u dukej si një libër i hapur Havës dhe Arushit, filloi të përshpëriste sekrete të ndryshme. Nuk ishte më vetëm kënga e zogjve apo fshfërima e gjetheve, ishte një heshtje e re dhe delikate që po e pushtonte kasollen e vogël. Arushi, me shisën e tij të mprethë të nuhatjes, mund ta ndjente ndryshimin. Ajo arome e njohur e tokës dhe e bimëve nga Hava tani ishte përzier me diçka tjetër, diçka që instinktet e ariut nuk mund ta deshifronin, por që e bënte të ndihej i shqetësuar. Plakës, e cila kishte pritur gjithmonë në verandë, ju desh më shumë kohë për t'u shfaqur. Arushi priti me durim, por trupi i tij i fuqishëm, i mësuar me lëvizjen e pyllit, u tendos. Sytë e Havës së vjetër, dikur kaq të gjallë, kishin një shkëlqim të trishtuar, një lodhje që as dielli i mëngjesit nuk mund ta zhdukte. Ishte një vështrim që Arushi e njihte, një vështrim që ai e shite te kafshët e tjera kur fundi ishte afër. Ai nuk e dinte emrin e tij, ai nuk kishte asnjë shpjegim njerëzor për atë që ndjente, por dhimbja ishte e vërtetë. Hava, ndërsa po paketonte gjërat e saj të pakta, vuri re se duart po i dridheshin gjithnjë e më shumë dhe se luga prej druri po rëndoi. Trupi i saj nuk po reagonte si më parë. Jeta, e cila kishte qenë gjithmonë një betejë e ashpër në malet shqiptare, tani dukej sikur po ecte mbi rër lëvizse. Çdo hap ishte më i ngadalt, çdo frymëmarrje më e vështirë. Ajo e pa ariun jashtë, madhështor dhe të fortë, dhe gjoksin e saj i shtrëngoi. Koha po mbaronte dhe ajo e ndjeu atë në çdo kockë, në çdo fibër të qenies së saj. Vetmia që Arushi kishte lehtësuar kërcënonte të kthehej, edhe më mizore. Ariu, nga ana tjetër, filloi të reagonte në një mënyrë që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Ai u ndal para kasolles, duke lëshuar rënkime të ulta e të vazhdueshme, si një vajtim. Nuk ishte një ulërim, por një tingull i thellë, që vinte nga fundi i fytit të tij, një lutje. Ai u afrua, hunda e tij e lagësht duke prekur këmbën e Havës, sikur donte t'i jepte forcën e vet. Ai kalonte orë të tëra i shtrirë pranë derës, me kokën ulur, sytë e fiksuar te hyrja, sikur të ruante një thesar që e dinte se do të shpërbëhej. Boçet e pishave dhe frutat që sillte u depozituan me një urgjencë më të madhe, pothuajse si oferta. Një mëngjes, Hava kolliti më fort. Zhurma jehoi në kasolle. Arush, jashtë, ngriti kokën papritur, me sytë e zmadhuar. Ai u lëriti, një tingull grykor, plot dhimbje dhe vigjilencë, që nuk e kishte bërë kurrë më parë. Nuk kishte asnjë grabitqar në horizont, asnjë rrezik të qartë. Vetëm siguria se diçka po ndryshonte në mënyrë të pakthyeshme brenda asaj shtëpie të vogël prej druri. Ariu ndjeu atë që plaka po përpiqej të fshite, bristësinë në rritje, fijen e fundit që shtrihej në ajrin e ftohtë të malit. Ajri i malit, dikur kaq freskues, duke i rënë. Hava e dinte. E ndjeu në çdo fije të trupit të saj të lodhur se koha po mbaronte. Sytë e saj blu, dikur të ndritshëm, tani mbanin një shkëlqim të lagësht, një lamtumir të heshtur. Çdo mëngjes ishte një dhuratë, çdo perëndim dielli një lamtumir. Kasollja, plot kujtime, dukej sikur përshpëriste fundin e një cikli. Dhe Arushi, ariu gri me shenjën në putrën e tij, e ndjeu të gjithën me një intensitet të egër. Hava u përpoq ta zgjaste çdo moment.
Ajo ul në verandë më gjatë, duke e parë Arushin në lëndim. Ajo tregonte histori me njerëz të dobët por të dashur, kujtime të Shqipërisë së saj, të fshatrave, të festave, të kohës kur ishte e re dhe plot jetë. Arushi e dëgjonte, shikimi i tij i ngulur mbi të, sikur të regjistronte çdo detaj. Ai nuk I sillte më fruta ose boçe pishe, ai thjesht shtrihej pranë saj, me kokën ulur, një gjigant I heshtur dhe mbrojtës. Aroma e pishës dhe e tokës përzihej me aromën e butë dhe të hidhur të lamtumirës. Ajo kujtoi ditët e para, tronditjen, frikën që u shndërrua në besim. Tani ishte një lloj tjetër dhimbjeje. Një dhimbje mirënjohjeje për atë shoqërues të papritur. Një pasdite të vonë, me diellin që po e lyente qiellin me portokalli dhe vjollc, Hava ja zgjati dorën e saj të dridhur Arushit. Ai nuk u drodh. Gëzofi I tij ishte I butë dhe I ngrohtë. Përkëdhelja e saj ishte e lehtë, pothuajse një frymëmarrje. Shoku im, pëshpëriti ajo, zëri I saj mezi I dëgjohej. Kujdesu për gjithçka, në rregull? Nuk ishte një kërkesë, ishte një premtim, një trashëgimi. Arushi, sikur po e kuptonte peshën e atyre fjalëve, fërkoi kokën në dorën e saj, një gjest I rrallë, I mbushur me gjithë dashurinë e zemrës së tij shtazore. Hava I mbylli syt për një moment, duke ndjerë strukturën e gëzhojës së Ariut, ngrohtësinë e jetës së tij. Ishte një moment I pezulluar në kohë, një pikturë e përsosur dashurie dhe lamtumire. Ajo e dinte se ky ishte përkëdhelja e fundit, prekja e fundit. Tani nuk kishte lot, vetëm një paqe e dhimbshme. Rrezet e diellit po veniteshin. Hijet po zgjateshin, duke gëlltitur hapësirën. Arushi qëndronte pranë Havës, prania e tij masive një ngushëllim I fundit për gruan e moshuar. Ai e shikonte çdo frymëmarrje të saj, çdo lëvizje të ngadaltë. I gjithë pylli dukej sikur heshte në respekt të atij momenti të fundit. Nuk do të kishte më mëngjese në verandë për të dy së bashku, asnjë histori të treguar. Vetëm kujtimi I një lidhjeje që sfidonte kohën dhe natyrën, gati të bëhej një jehon e heshtur në pafundësinë e maleve. Mëngjesi tjetër erdhi I ftohtë, me mjegullën që ende përqafonte malet e Shkodrës. Dielli u përpoq të depërtonte përmes rreve, por drita dukej e trishtueshme, pa energjinë e ditëve të tjera. Në kasollën e vogël, Hava pushoi. Gjumi I saj ishte I thellë, I qetë, sikur shpirti I saj më në fund kishte gjetur paqen që kishte kërkuar. Ajo u largua butësisht, në heshtje, pa dhimbje, pa një lamtumir verbale. Vetëm një trup I brisht mbeti pas dhe një boshllëk I madh në zemër të pyllit. Arushi e ndjeu. Nuk kishte zhurmë në kasole, asnjë tym nuk dilte nga oxhaku. Aroma e saj, dikur kaq e pranishme, tani ishte një jehon e largët në ajër. Ariu u ngrit, hapat e tij të rënd thyen heshtjen e mëngjesit. Ai u afrua derës së kasolles, nuhati, gromëriu butësisht, një zhurmë dhimbje e përmbajtur që asnjë gjahtar nuk e kishte dëgjuar kurrë. Shenja në putrën e tij dukej se vibronte nga mungesa. Ai e shtyu derën me hund, por nuk hyri. Ai thjesht shikoi brenda, në shtratin bosh, dhe shikimi I tij shprehës u mbush me një trishtim të thellë. Lajmi u përhap në të gjithë fshatin. Fqinjet e paktë të Havës dhe familja e ngushtë u mblodhën për mortin në kishën e vogël prej guri pranë kasolles. Arkivoli, I thjeshtë dhe I bardhë, ishte zbukuruar me lulet e egra që Hava I donte aq shumë. Njerëzit qanin, pëshpërisnin vajtime, duke kujtuar gruan e moshuar që jetonte në izolim me mençurinë dhe duart e saj të pandjeshme. Ajri ishte I rënduar nga pikëllimi. Pastaj filloi një zhurmë. Një hije gjigante u shfaq në hyrje të kishës, duke u projektuar mbi fytyrat e tronditura. Arush. Ariu Grizzly, të cilin askush në fshat nuk e kishte parë ndonjëherë nga afër, eci ngadalë përgjatë korridorit. Nuk kishte kërcënim në sytë e tij, vetëm dhimbje të prekshme. Njerëzit u tërhoqën, të tronditur por të magjepsur nga skena e pabesueshme. Arush u ndal para arkivolit. Heshtja ishte absolute, e thyer vetëm nga rënkimet e mbytura të pranishmëve. Me delikatesën më të madhe, Ariu ngriti putrën e përparme, atë me shenjën e vjetër, dhe me kthetrën e tij, shtyu butësisht një lule të vetme të bardhë që ishte e lirshme mbi arkivol, duke e bërë atë të binte butësisht mbi dru. Pastaj uli kokën, hundën pranë arkivolit dhe lëshoi një rënkim të ulët, një tingull që dukej se vinte nga shpirti I pyllit, një vajtim lamtumire. Disa njerëz të paftë të mbanin lotët, vun duart në gojë, të tronditur dhe të prekur. Disa nxorën celularët duke regjistruar atë moment të pamundur.
Ai Ari, një kafshë e egër, ishte aty, duke qarë në mënyrën e vet, duke i thënë lamtumir mikut të tij. Imazhi i fundit i skalitur në mendjen e të gjithëve ishte Arushi, madhështor në pikëllimin e tij, duke qëndruar aty përpara arkivolit të bardhë, me kokën ulur, jehona e vajtimit të tij varur në ajër.